Jo, unë jam me pa martu me vajzë akoma. Unë jam në pace me vetveten. Nuk du se s'muj me thani i lumtur, se lumturia nëse një femën e vlerëson baba i vet, prindi vet. Ton jetën ka me vlerësu vllau, burri, familja, rrethi dhe kaj tjetër. Unë e kam studiu në kohën kur neve na i kanë marrin ndeksat në atë kohën e Jugosllavisë, që s'na i kanë lënë. Edhe na jena mirë. Me disponim që shtem? Mirë, faleminderit. E kaj përna vjenë? Unë realisht e Deçanit, po jetoj këtu në Prishtinë. Kena pas shumë të qanit sot. Për një mea? Pas shumë të qanit, po e mojnë Prishtinë, ne? Se di ndoshta. Ajde ma të kota, qa është puna ju dhe? Jo, ndoshta jena ma të shpërndam, unë po mendoj qështu. Pak po veni vogël aty tani Prishtina është ma e madhe, vendi mundësive. E që ne din jetë ma të mirë, në Kosovë jënë të qanit e vëjës. E unë e mendoj gjithë ku ka të mirë dhe të këqi. Mirë, mendimi jëtë është i mirë. A i një grua? Jo, unë jam me pa martu me vajzë akoma. Po. Nuk është diçka që gjithë? Jo, normal. Ma mirë me qënë single sot. Se di. Për mu është mirë, unë jam mirë. Tash se kom provu pjesën tjetër me qenë e martume, nuk e di që është e pjesa tjetër. Shkja pjesa është e mirë, për mu është mirë, unë jam një mirë. Po mirë jam, shumë bile mirë. Mirë. Pse paragjikohen shumë vajzat, nëse nuk do me zhjetë fatin e jetës? Kosovë këtu, pse të paragjikohen? Nuk e di, është çështje mentaliteti pak. Jo, mendoj që paragjykime ekzistojnë krejt botë. Jo veç në Kosovë, po na me qenë që jenë amatafër me njëni tjetër, me familjen, me asia, dim pun tani njëni tjetër, mendoj që shtu, edhe tani paragjykot. Edhe pse unë s'jom di asë njëherë paragjykume. Asë më ka paragjyku kërkush. Adin s'kom nisë, po kjo në mu person. Kanë thonë pëse se ke kriju një familje e sanë, o konë pytje, po jo diskriminim. Unë për mu, asë rreti, asë familja. A është pa tjetër sot me kriju familje u martë? Unë mendoj që gjithë shka që ka shkru Zoti është mirë me ba. Është edhe familja mendoj që i shkon shumë mirë. Edhe mendoj edhe ata që kanë familje gjithmonë ki sakrificë. Edhe kur je vetë, edhe kur ki familje. Mendoj që është mirë me kriju familje. Familja është shumë e rëndësishme. Pa marrë parasysh pëse unë tash se kom kriju familjen, është mirë me zgjedh familjen. Është mirë, pse jo? Am të sa kim përshtetjen e familjes ti? Shumë. Për që ta s'di sa është e diskriminu me femnja, se unë jam shumë, tash kur thojmë na shumë, me së shkoj të ekstremi, po kam mbështetje normal. Vetë fakti që jam këtu, për Deçanit, jam shkollu, jam punësu, kam krymaci, kam po gjitha qëtu, sigurisht me mbështjetjen e familjes. Jo gjithë vajzat e kanë vetë mbështetje, sidomos ato që nuk e kanë gjithë fatin e jetës, duhet të punojnë, të bëjnë domethënë një rahatin vetë, domethënë të jetojnë vetë. Më pëlqen që e ke mbështetje me familjes. Po, edhe çoçnisë, edhe trethet, edhe krejtve. Unë një e mirë. Kryesisht mirë. Kjo është ma mirë. Jam në pace. Unë jam në pace me vetveten. Nuk du se s'muj me thani i lumtur, se lumturia ekziston herë edhe herë, po pace o diçka tjetër. A e ndjerë në herë e vetmuar në jetë? A? A e ndjerë e vetmuar në jetë? S'po di, në momentin kur nina e vetmume, unë e krijoj rrethana që duhet me pas dikon aty afër. O fjala për familja në këtë aspektin e... jo, s'di, s'jom nisë, s'ja kom thonë hapësirë, nësë jom nisë, kom pi kafe me naj shoqe, kom taku naj shoqe, familjen, këto. S'ja kom thonë mundësin vetit mund një vetmume. Po, zakonisht vetmia mendoj që njerëz njën edhe në prezencën e tjetër kujt kur janë vetmu ka njëherë, se nuk i krijojnë raportet mira rrethit. Rrethi, po mendoj. A sot një vajzë përgjithësi, sa po vlerësohet? Ka njëherë mendoj që ka shumë vlerësim, ka njëherë mendoj që nuk është e vlerësume, varet krejt ku jeton, me kën jeton edhe çfarë rrethana shko. Tash nëse nisna pi vetvetes, mendoj që femna ka sot botën e hapne me bo shka don. Nëse shoh rrethin ndonjëherë ose vendin si Kosovë, që ka ndodhur disa herë vrasjet e çdo sene, për shembull më ka dukë që edhe sot ekziston që kjo mu diskriminu femna, mu dhunu femna dhe në qëtë masa. Për kupton, ka njëherë të dikush vlerësohet, po ndëgjat tu me thani diçka. Mendoj, ndoshta është mendimi jam, po mendoj që është qështu mirë. Nëse një femën e vlerëson baba i vetë, prindi vetë, ton jetën ka me vlerësu vllau, burri, familja, rrethi dhe kaj tjetër. Nëse prindi baba, unë e mendoj qështu. Baba është
mbështetja më e madhe e fëmisë e vajzës sidomos. Kuptohet prindma, a din përgjithësi prind po baba. Nëse baba e bën një vajzë që fort, ajo ka me kanë gjithë e fort ajo. Edhe sidomos kur nuk e diskriminon që thot unë i kam këta djalë edhe këta vajzë. Mendoj piqtuj të rjedhë diskriminimi. Është më e mira për gjithë vajzat. Unë që të mendoj. Është shumë e mirë për gjithë Se nëse prindi ty nuk të po të shkollon, se ti nuk jenë moshën e riniset studime me burin, me partnerin tonë. Ti piq aty të ki gjenezën, pi prindi po ta jep mbështetin, prindi po t'i jep papat, prindi po ta jep, po t'i qelë rrugë. E unë mendoj që këtu është kryesisht prindi. Edhe kur e mëson tani një vajzë që është e fortë edhe për krah, atëherë ajo i ka dyrë të hapën e gjithkohën edhe atëherë ajo vepron ndryshe. Tani është pyetje edhe të trashëgimia që s'ju japin vajzave. Po, e këtu problemi prapë te prindi. Prindi është ai që nuk e ja jep vajzës se tash vllaus. Po vllau s'ka të vllaun ti e ki vlla, ki barazim. Vllau s'ka të drejtë. Okej, do me të ndihmon, është këtë në rregull, mirë po prindi është ai. Prindi duhet parabartë fëmijë, mi trajtu si në trashëgimi, si në shoqni, si në rreth. Unë e kam pas gjithmonë që të përkrajën e prindit, e du shumë edhe pse më ka vdek, e falenderoj sot dhe për të jetën e falenderoj inshallah Zoti ka qenë xhenet. Se ka qenë shumë babi mirë. Pas ka pasur një prind shembull. Po, unë çështu jam eduku. Në qatë frymë, jo me duku, mes mu diskriminu. Po, duhet të përkohë se vajzat nëse nuk kanë gjetur fatin e jetës, pasurin e barabartë si vëllezëri si vajza. Nuk duhet me kërku, duhet me ia dhënë baba, prindi. Kjo është e mirë që thua ti. Nuk duhet, kur vjen puna me kërku, atëherë është gjithçka shkatrume. Se ti prishesh me babën, prishesh me babën. Prindi duhet me ta dhënë, ose derisa si ka të ndonë, se derisa ti ndonë fëmijët. Kur si ka, duhet me përkra pak nëse prindi ka kushte edhe vajza s'ka kushte. E të trashëgimia ke gëzuar ti? Na akoma si kena po nuk i kena të senet e ndome hala, po sigurisht që po. Është pjesë kryesisht unë kur tham çështo është diçka që është shumë e madhe. Apo kupton, unë zotnoj sot shkoj për shembull në Deçan kur du, ri kur du, kthena kur du, e qeli derën kur du, hy kur du. Apo e kupton. Po është e mirë edhe thash, baza kryesore është baba. Edhe unë ç'to mendoj edhe kur kush nuk ma thënë që të bindje. Po që sa vajzë e fortë. Rall kam parë si vajza të fortë si ti. Ndëgjoj. Unë e kam studiu në kohën kur neve na i kanë marrë indeksat në atë kohën e Jugosllavisë, që s'na i kanë lënë. Edhe na jena provu me gjanat më të rëndësishme se të trashëgimia dhe të kjo. Atë na s'kena mendu për qësë sene, se kena mendu shme kry një shkollë, kemi ardhë këtu, gjitha ato sakrifica, besa s'kan pas në atë kohë dhe puna prindrit. Nështë që kjo rrugtimi të banë qështu. Po mendoj edhe nëse jep çdo femnë drejtën si djalit, pi moshës 18 vjetë, kur e shkryn shkollën e mesme, çdo fëmijë pa marrë parasysh duhet me pas drejtën e vet. Prindi atë duhet me kanë veç këshilltar. A e kupton? Që kjo mendoj çështo. Po një femër si e fortë që je, një mesazh, ndoshta do t'i shërbej gjithë vajzave për jetën. Çfarë do të kishe thënë? Ju kisha thënë, bëne ato që ty të pëlqen, po që është në dobi tënden, jo në dëm tonin. A e kupton të ko fjala, bëre atë që është e mirë për ty, edhe bëje më të mirën për veti, jo ajo që dëmton ty. Se na si njerëz mundëm ja leju veti gjithë shka me ba. Po bëje më të mirën, që ajo që është në favorin tonë. Faleminderit e këndshme, të uroj më të mirat në jetë. Faleminderit edhe ju, po se di askush cilë kanë. Histori të jetës është faqja më e madhe. E di histori jetës, apo e di. A ke ndonjë kritik? Ndonjë vërejtje? Jo, është që me thonë, kjo realisht edhe si holumtim, se ti po e holumton, mendimin e njëri që po banë, që po banë, që po thot, tek po thot, është gjë e mirë.